Studenti: Babi, a e di çfarë kam kuptuar? Pavarësisht debateve që kemi pasur ndër vite, ti dhe mami më keni lënë një mësim që po më ndryshon jetën. Babai: Po cili qen ka ai mësim? Studenti: Që universiteti nuk duhet trajtuar si një vend ku shkon vetëm kur ke qejf. Duhet trajtuar si puna jote. Babai: Këtë ta kam thënë që ditën e parë. Nëse e merr si hobi, do ta lësh për nesër. Nëse e merr si profesion, do të paraqitesh çdo ditë. Studenti: Në universitetin tim, askush nuk të ndjek nga pas. Nuk të merr njeri në telefon pse mungove. Profesorët janë të qetë. Mund të shtysh dorëzimin e detyrave. Mund të humbësh ligjëratat me javë të tëra dhe askush nuk të thot asgjë. Babai: Shumë njerëz mendojnë se kjo është liri. Studenti: Edhe unë kështu mendoja, por për mua u kthye në kurth. Sa më shumë liri kisha, aq më pak bëja. Çdo ditë i thosha vetes, do ta filloj nesër. Babai: Liria pa disiplinë është si një makinë pa timon. Nuk të çon askund. Studenti: Universiteti ka gjithçka. Bibliotekë moderne, profesor të shkëlqyer, libra pafund, çdo mundësi për të mësuar. Por kur nuk e rregull në jetën tënde, edhe vendi më i mirë në botë nuk të shpëton. Babai: Problemi nuk është mungesa e mundësive. Problemi është mungesa e rutinës. Studenti: Pikërisht. Un kam nevojë për orar, për rregulla, për një sistem që më mban në lëvizje. Babai: Prandaj dëgjoje mamin. Studenti: Po, ajo më thot gjithmonë, çou në mëngjes, vishu sikur po shkon në punë dhe shkon në bibliotekë, edhe nëse nuk të detyron askush. Babai: Sepse kur del nga shtëpia, kur merr çantën dhe ulesh në tavolinë, ke bërë gjysmën e punës. Trupi fillon të bind mendjen. Studenti: Ajo më thot edhe diçka tjetër. Vendosi vetes një orar. Puno disa orë. Bëj pushim. Pastaj vazhdo përsëri. Trajtoje studimin si profesion. Babai: Sepse ti nuk je thjesht student. Je duke ndërtuar zanatin tjetër, zanatin tjetër jo, zanatin tënd. Studenti: Kur fillova ta bëja këtë, gjithçka ndryshoi. Nuk e shihja më universitetin si një vend ku shkoja kur më vinte frymëzimi. Ishte detyrimi im i përditshëm. Babai: Dhe kur një njeri paraqitet çdo ditë, rezultatet vijnë vet. Studenti: Pastaj mendova edhe diçka tjetër. Sa shumë para shpenzon familja ime që unë të studioj? Sa shumë investon shteti për universitetet? Ndërkohë unë shtyja provimet, nuk dorëzoja detyrat dhe humbisja kohën. Babai: Koha është borxhi më i shtrenjtë. Nuk ta fal askush. Studenti: Mund të isha duke punuar e duke fituar para, por jam ende student sepse nuk i mbaroja gjërat që filloja. Babai: Nuk ka rëndësi sa herë je rrëzuar. Ka rëndësi të ngrihesh e të vazhdosh. Studenti: Dhe tani çdo mëngjes zgjohem, vishem, marr çantën dhe shkoj në bibliotekë. Edhe kur nuk kam dëshirë. Babai: Kjo quhet disiplinë. Dëshira vjen e ikën. Disiplina të mban në këmbë. Studenti: Kam kuptuar se kjo metodë nuk vlen vetëm për universitetin. Mund ta përdorësh për gjithçka, për të mësuar një gjuhë të huaj, për palestër, për muzikë apo për të ndërtuar një biznes. Babai: Saktësisht. Kur e trajton ëndrrën si punë, një ditë ajo pushon së qeni ëndër dhe bëhet realitet. Studenti: Mbase kjo është arsyeja pse njerëzit e suksesshëm nuk presin motivimin. Babai: Jo bir. Ata thjesht paraqiten çdo ditë. Edhe kur askush nuk i kontrollon. Edhe kur askush nuk i duartroket. Sepse e din se karakteri ndërtohet në ditët kur nuk ke dëshirë të vazhdosh. Studenti: Atëherë nesër në mëngjes. Babai: Ngrihu, vishu dhe shko në punë. Studenti: Edhe pse puna ime për momentin quhet universitet.